Ermal Beqiri u arrestua në datën 24 korrik 2026, pasi po fluturonte me avionin e tij privat mbi centralin bërthamor në ndërtim Penil në Francë, dhe që po fluturonte në kuotën që lejon pra shteti francez që të fluturosh, duke ngritur dyshime edhe për çështje të spionazhit tek autoritetet franceze. Fillimisht mori një gjob prej 7.000 eurosh dhe është në masën e sigurisë arrest në burg, pasi gjatë verifikimit, procesit të verifikimit, u konstatua që Ermal Beqiri ishte me red notis, pra me një lloj njoftimi apo alarmi të kuq, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga prokuroria e posaçme SPAK për një sër veprash penale të cilat lidhen me dosjen e Akshit. Ndërkohë, është kërkuar nga ana e SPAK, siç njoftoi edhe në njoftim zyrtar për procedurën, është kërkuar pra ekstradimi i tij, por dhe sekuestrimi i pasurive. Avokat Leonard Karaj, tani çfarë kuptove me gjithë të zhvillim? Se doja të kuptoja se nuk kemi pasur mundësi të flisnim bashkë për Ermal Beqirin. Tani çfarë kuptove ti aty këtë arrestimi? Si u arrestua ashtu, se duket sikur kap gafil, ishte një gabim që e çoi drejt burgut, se ndërkohë edhe pse ishte shpallur në kërkim s'po e kapte askush. Është një shprehje e bukur, Andi, qorri e gjen pusin vet, thonë. Pra, edhe kur ti ke një shtet prej kartoni, sikundër është ky shteti jon, i cili të shpall në kërkim, po e ka të vështirë pastaj për të kapur, madje në rasti konkret Ermal Beqiri dhe shumë të tjerë janë jashtë Shqipërisë, ja territorit Shqipërisë, po imagjino këta që janë akoma në kërkim dhe janë brenda territorit Shqipërisë, sipas gjitha gjasave. Dhe këtu nuk arrin do t'i kap. Nëse rëndësishme është domethënë që për shkak të budallallëkut të vet, Ermal Beqiri sot është në pranga. E thënë qartas i bukur dhe pastër, dhe jo për shkak të zotësisë së agentëve të SPAK-ut, Interpolit apo të shtetit shqiptar, po duhet ti konsiderohet në të gjitha mënyrat. Ermal Beqiri ishte duke bërë jetën e tij përrallore, si shumë të tjerë të cilët e kanë rrjepur buxhetin e shtetit shqiptar, taksat e qytetarëve shqiptar, dhe tani më thjesht ishte në atë koloninë e vet në Francë, sepse Ermal Beqiri, që ta din shqiptarët, ka një të shkuar në shteti francez, e njeh shumë mirë shteti francez sepse ka bërë studimet atje, ka një, si mund të thash, një të shkuar dhe thjesht ishte duke jetuar jetën e tij të 3, të 4 apo të 5, konsideroj si doni, sepse këta kanë marrë aq shumë para sa që po jetojnë 3 apo 4 apo 5 jetë, që të kuptojmë drejt. Para se të vite ekstradimi, të shpjegojmë dy gjëra shumë të rëndësishme. Për ata që nuk e dinë, domethënë që e kanë dëgjuar thjesht Ermal Beqiri si emër, apo kush është ky, çfarë bëri ky, si është historia e këtij. Ermal Beqiri është ai person i cili, të paktën nga viti 2011 e mëtej, ka treguar që ka lëvizur le të themi levat më korruptive që ka pasur, po e quaj unë inteligjenca shqiptare në këtë vend. E para ka qenë video Meta Prifti. Po ta marrni mend, ajo video e famshme që publikoi aso kohë mediat shqiptare nga ana e Dritan Priftit, gjykata jon kërkoi një akt ekspertimi nga ekspert të fushës për të treguar në qoftë se kishte pasur ndërhyrje apo jo, pra ishte autentike apo jo. Shefi i atij akt ekspertimi ka qenë Ermal Beqiri. Dhe Ermal Beqiri aso kohë atë video e nxorri si të pavlefshme. Dhe në bazë të asaj video, Elir Meta shpëtoi, doli nga burgu, ose domethënë u pushua çështja. Pra, gojet e liga, Andi, flasin për shifra marramëndse që Ermal Beqiri mund të ketë marrë aso kohë thjesht për këtë lloj pune që i ka bërë, le të themi, servisi që i ka bërë aso kohë Ilir Metës dhe LSI-s në atë periudhë kohore. Nuk mbaron me kaq. 2 vite më vonë, 3 vite më vonë, viti 2014, le të themi Edi Rama dhe Ilir Meta sapo kishin ardhur në pushtet, Ermal Beqiri riduket edhe një herë, tani jo më thjesht në krahun e Ilir Metës, por edhe në krahun e maxhorancës. Po ta më kujtoni mirë, ka qenë një video ku Spartak Braho, së bashku me Ermal Beqirin, futeshin në zyrat e tatimeve, drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, dhe atëherë është plasi një skandal i madh aso kohë,
cila kishte të bënte me të gjitha të dhënat e subjekteve e bizneseve shqiptare. Pra, Spartak Bravo aso kohë, të paktën çfarë është thënë nga media, së bashku me Ermal Beqirin, në kohën kur Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve drejtohej nga zonja Bisita Shehej, kanë shkuar, kanë ndërhyrë, mënyra aty se si kanë ndërhyrë me leje apo pa leje, nuk e di këtë histori, dhe kanë arritur të marrin të gjitha të dhënat e bizneseve shqiptare, nga ato më sensitive dhe ato që janë deklarative. Atëherë që një le të themi skandal i madh, i cili u mbyll aty për aty pikërisht nga Ermal Beqiri. Sepse ai ishte le të themi që kishte levën e Arkimedit në dorë. Kjo ka qenë avokat pa shkuar bizneset të regjistroheshin tek Akshi pa pasur i Albanian, apo ndërtonin paraprakisht, ë? Akoma jo. Okej. Akoma jo. Pastaj erdhi i Albania dhe Akshi, dhe aty te i Albania dhe Akshi, thjesht Ermal Beqiri vendosi perandorinë e tij. Kur them perandorinë e tij, po flasim për miliarda, le themi lek ose miliona euro, të cilat Akshi ja ka dhënë në dispozicion Ermal Beqiri dhe kompanive të Guask, të cilat ai nuk ka pas një, ka pas disa kompani, dhe jo më kot pasaj mrapa, Oreksi ju fut edhe zotit Ergjys Agasi dhe shumë të tjerë të cilët u morën me çështjen. Mos harrojmë, te Akshi ne dim vetëm ato çfarë është publikuar, po jo ato çfarë nuk janë publikuar, sepse tek Akshi shumë tendra bëheshin në mënyrë sekrete. Pra pa dijenin tënde si media dhe timen si qytetari këtij vendi. Po patjetër, po, e vërtet është një pjesë e tendrave janë klasifikuar sekret për shkak të rëndësisë. Pra ne nuk e dim akoma se sa miliona euro mund të kenë qarkulluar këta persona tek Akshi, tek siguria kombëtare. Dhe se sa vulnerabël kanë qenë të dhënat tona sensitive si qytetar shqiptar. Unë besoj fort domethënë që ne shqiptarët janë njerëzit me asnjë lloj sekreti. Zero sekret kanë shqiptarët. Po gjithsesi kjo është histori e gjatë, domethënë do të rish deri nesër mëngjes me ty bashkë që ta analizosh përse jemi në këtë lloj fare derexheje. Pikërisht për shkak të këtij akshi. Avokat tani po. Pastaj ndodhi ajo historia thash dhe le të themi e hetimeve të ndaj Akshi dhe këty zotëria u largua. Sot jemi në pikën kur sipas Spakut ky personazh jo vetëm që kishte jaht, makinat luksoze, vila e shtëpi në gjithë vendin, por kishte arritur gati edhe të blinte një kështjell në Francë, dhe ajo nuk është një kështjell do si do anti. Çfarë bën veçantë? Ajo është një kështjell quhet Chateau d'Auteuil, është rreth 1200 metër katror kështjell, pra ka me shumë dhoma dhe sigurisht me anekset e veta, në një hapësirë shumë të madhe gjelbëruse, pra e ka fjalën duke futur këtu edhe oborrin, po themi, diku te 10 hektarë, e ndërtuar në fundin e shekullit 16 dhe në fillimin e shekullit të 17, pra 4 shekuj më përpara, sipas stilit të Luigi të 13 në Francë, dhe është ndërtuar nga le themi pasarësit e familjeve të Borbonëve. Pra ka një lloj historia aristokratike ajo kështjell, nuk është thjesht një gjë kështu, hajde se po e themi. Ermal Beqiri ka arritur që ta marrë ta blej këtë kështjell për gati 2.6 milion euro dhe e ka poseduar për një farë periudhë kohore deri tani që është vënë në sekuestër dhe nuk e dim se si do shkojë historia e saj. Nuk dihet nëse Ermal Beqiri e ka marrë për vete atë kështjell apo ka qenë thjesht një lloj prestanome për dikë tjetër më të lartë se sa ai, dhe kur them më të lartë se ai e kam fjalën për drejtoreshën për shembull, për kryeministën, zëvendës kryeministë, për gjithë këtë pushtetshëm të cilin domethënë Ermal Beqiri mund t'i kishte nën nyçim, nën kokë kam fjalën. Ne e qartë. Kjo është historia e tij. Ndodhi, e mbyll. Ndodhi le të themi gafa amatoreske e tij. E quan gafa amatoreske apo diçka ju mund të dyshoni? Absolutisht është një gafë amatoreske, nuk do kishte ndodhur kurrë ajo që ai s'do kishte kaluar domethënë aty ku kaloi me idiotizmin e tij apo them unë. Edhe ta thash fillim qorri e gjen pusin vetë Andi. Mos u lodh fare për këtë histori. Tani më
Ministria e Drejtësisë shqiptare, unë di që i ka nisur të gjitha procedurat dhe ka çuar dokumentacionin përkatës për ekstradimin e tij. Besoj fort me 99.99% Ermal Beqiri do të ekstradohet. Pra nuk do ketë asnjë lloj shansi që të mund të qëndrojë në le të themi në Francë dhe të mos ketë mënyrën domethënë për tu si të thuash ekstraduar në Shqipëri, sepse ai nuk është as edhe një njeri politik, për shembull që do duhet të marrësh analogji me Arben Ahmetaj, për të kërkuar, le të themi, në një gjykatë franceze, fakte të tipit, domethënë që mua më rrezikohet jeta, bla bla bla, historia të Pra kërkoj azil politik. Pra jo, nuk është çështja azili. Është dhe fakti domethënë që dhe drejta e tij për të mos u ekstraduar se pasi mund t'i rrezikohet jeta në Shqipëri. Këtë nuk e ka. Nuk e ka këtë mundësi ta thotë, sepse ai thjesht ka qenë një biznesmen i cili ka, le të themi, ka marrë parat nga tenderimet që bënde në shtetin shqiptar, ka shkelur ligjin dhe unë besoj fort domethënë që nuk do ketë asnjë lloj arsye që Franca të mos e ekstradojë. Tani çështja e sekuestrimeve, sepse aty rezulton që të ketë goxha pasuri fatikisht, llogari bankare 2 milion euro, 2 apartamente, kështjella në Ojse që ju e përmendët dhe shpjeguat shumë mirë, avionët. Tani çfarë ndodh me sekuestrimet ndërkufitare, avokat? Cila është procedura që ndiqet dhe respekton shteti partner në rastin konkret, Franca? Po, sigurisht që respektohen, por përpara se sa të konfiskohen, për të ardhur te konfiskimi do duhet që të ketë një vendim penal. Pra, ato do mbeten pasuri të sekuestruara, dhe deri në momenti kur pastaj do i kalojnë sërish, do i konfiskohen nga shteti shqiptar apo nga si thua shteti francez në rastin konkret, do duhet të ketë një vendim penal. Dhe vendimi penal nuk vjen sot për nesër. Do duhet që Ermal Beqiri të dënohet nga një gjykatë në Francë apo në Shqipëri me vendim të formës prerë dhe pastaj mbrapa ky dënim të jetë i tillë që ta kondicionoj, ta kushtozoj pasurinë e zotit Ermal Beqiri në raport me atë çfarë ai ka bler, pra në raport me këto prona të sekuestruara. Pra, e them më thjesht, ai të mos arrijë do të justifikojë me parat të cilat i ka bler këto prona, mënyrën apo riversimin atyre në raport me punën që ka bërë në Shqipëri. Sigurisht, në rasti konkret, ti e konfiskon një pronë në Francë, por shteti shqiptar nuk mund të bëhet pronari asaj prone. Mos ngatrohemi. Ajo pronë mund të dali në ankant, pra e ka fjalën këtu për shembull për avionët apo për shtëpitë që mund të ketë ai aty, dhe shteti shqiptar mund të përfitojë nga le të themi nga shitja në ankant. Nuk është se shteti shqiptar do shkojë do bëhet pronari Chateau d'Auteuil në Lisë. Më kuptove? E qartë. Pyetja tjetër, në rast të ekstradimit që u vlerësoni që me 99% shanset janë që Ermal Beqirin nuk e pengon asnjë lloj procedure për të ekstraduar në Shqipëri, po themi në rastin konkret, ardhja e tij dhe përballje me drejtsinë shqiptare. Ju lë juve hapësirën të mendoni ose të dyshoni që ai mund të kthehet në një bashkëpunëtor të vlefshëm për sa i përket dosjes së Akshit, ndoshta dhe më gjerë, dhe a krijon sikletet e kemra specifik ardhja e tij? Sikur të ishte kjo, kështu do ishte një perlë, le të themi e drejtësisë shqiptare. Pra, unë do preferoja jashtëzakonisht shumë një të penduar të drejtësisë si Ermal Beqiri, sesa një të penduar të drejtësisë si Nureddin Dumani. Kjo është dhe qasja ime, ti e di fort mirë që unë kur vjen puna tek midis korrupsionit edhe kriminalitetit, unë zgjedh më shumë që të yshtet lufta e fortë drejt korrupsionit sesa drejt rrethimi kriminalitetit. Nuk e vret xhepin e shtetit shqiptar ose të qytetarëve shqiptar asgjë më shumë sesa korrupsioni. Pra, më mirë të kenë të jetë 10 kriminal për jashtë sesa të jetë një i korruptuar, zyrtar i lartë i korruptuar, të ngelet domethënë pa shkuar në burg. Pra, këtë unë e kam perceptim dhe nuk e ndryshoj dot. Dhe aq më tepër në rast se korrupsioni është një korrupsioni i cili glon, jep hapësirë krimit për të vepruar. Dhe në këtë pikpamje ndaj të njëjtën qasje me ju, edhe unë pak a shumë. Absolutisht po. Prandaj them domethënë që duhet që spaku në rastin konkret, në qoftë se ka
qasje, ka dëshirë, ka vullnet që të bëj një marrëveshje me Ermal Beqin, ky do të ishte një nga ata personazhe të cilët pastaj mbrapa do duhet domethënë të çonin ndoshta pas hekurave edhe shumë njerëz të tjerë të korruptuar. E dyshoj fort këtë gjë, sepse po të nëse do duhet që Spaku ta bënte ose të luftonte korrupsionin në Shqipëri, do kishte pasur këtë lloj qasje, le të themi, do ta kishte bërë edhe me zotin Arben Ahmetaj. Nuk e ka bërë me zotin Arben Ahmetaj, nuk ka dashur ta bëj, qofshin edhe me le të themi personazhe të tjerë, të cilët mund të ishin shumë të vlefshëm për të çuar pas hekura ata të cilët janë realisht drejtuesit që kanë futur, le të themi, kanë bërë korrupsionin më të madh në Shqipëri. Nuk bëhet ndot korrupsioni tek ai nënpunësi i thjesht i prokurimeve. Korrupsioni vjen nga drejtori, nga zëvendësministri, nga ministri, nga kryeministri. Dhe në momentin kur nuk arrihet në të tilla shkallë, atëherë për mua Spaku ka bërë një vrim në ujë, asgjë më shumë, asgjë më pak. Dhe kur vjen puna tek korrupsioni, Spaku është zero me bisht. Kur vjen puna tek kriminaliteti, pastaj ka bërë ca punë, gjysma ti ka akoma thjesht në kërkim, gjysma ti ka çuar në burg, por gjithsesi le të themi aty ka bërë diçka, që të mos ja heq, mos i japin Cezarit atë që i takon Cezarit. Kurse për sa i përket pjesës korruptive, Belinda Balluku sot është aty ku është, e shumë funksionarë të tjerë janë aty ku janë, Ilir Beqaj është në shtëpi, Milina Kaçanaj është për kokër qefit duke u bërë plazh. Si u lirua Beqaj avokat, sepse realisht më bëri, domethënë, kjo çështja e tejkalimit të afateve të paraburgimit, më duket si një lloj personali, më duket si një lloj sikur e harruam në burg. Që ka dhe ky pra. Kështu është? Po nuk është kështu më jo, si që ka kështu, ti mendon domethënë që prokurorët e Spakut janë kaq naiv sa nuk e dinë domethënë kur mbarojnë afatet e paraburgimit apo jo. Ironike bëra dhe unë pyetje, no? Tani po ta kujtosh ti rasti Beqaj është si një lloj si rasti në Vangjush Dako. Thjesht analogjia qëndron, por vepra penale jo, sepse Vangjush Dako kishte vetëm shpërdorim detyrë, kurse Ilir Beqaj kishte një sër vepra të tjera penale për të cilat marzhi si të thuash i kohës afatit paraburgimit ishte më i lartë. Ajo që ka ndodhur me Ilir Beqaj në rastin konkret është fakti domethënë që pas hetimeve të bëra dhe pas rifillimit pas fillimit të gjykimit në procesin gjyqësor, le të themi, duket se kërkesa që ka pasur prokuroria për grup të strukturuar kriminal ose korruptive quajun, gjatë këtyre seancave gjyqësore duket se ka rënë. Dhe duke qenë se ka rënë, me shumë gjasa, Spaku, kur të shkoj në konkluzionet përfundimtare në lidhje me çështjen Beqaj dhe ata të cilët lidhen me zotin Beqaj, Repaj, Rapaj e të tjerë, nuk do kërkoj një dënim i cili shkon për 10 viteve apo 12 vite, si kundër është parashikuar dënime të cilat kanë të bëjnë me grup të strukturuar kriminal. Duke pasur këtë lloj qasje, atëherë kodi jon i procedurës penale në nenin më duket 263, që mos ngatrohem, thot që nuk mund të qëndrojë në paraburgim një person më shumë se sa 2 vite, në qoftë se vepra penale për të cilët ai mund të akuzohet në fund nuk i kalon marzhin e 10 viteve burg. E kuptova. Në rastin konkret, zoti Beqaj e kishte kaluar këtë lloj afati ligjor, sigurisht me harresën edhe të prokurorëve të Spakut ose me ndryshimet e prokurorëve të Spakut, edhe zoti Beqaj Oço, buku, shkon dhe na shef sonde nga divani. Nuk është faji Beqajt, kështu funksionon drejtësia, këto janë nene, këto janë ligje, këto janë rregullat e lojës juridike. Pastaj njëherë tjetër, s'kam gjë unë me zotin Beqaj, ama kërkon drejtën e zotit ai apo cili do tjetër që të kërkoj të drejtën e vet. Këtu unë kërkoj llogari për atë të cilët u japim rrogën. Dhe rrogën ata prokurorët e Spakut e marrin nga ti, nga unë, nga gjithë shqiptarët. Për këtë i kërkoj llogarinë. Unë kërkoj llogari zotit Beqaj apo avokatët e zotit Beqaj, që të cilët as kanë bërë asnjë më shumë, asnjë më pak se sa janë referuar kodit procedurës penale dhe kanë shikuar marzhet në mënyrën se si ata do duhet të qasen kësaj çështje gjyqësore. Pyetja është, në retorike sigurisht. Ore, po si harrove ti prokurori Spakut që mund dilte zoti Beqaj nga burgu? Nëse pas ka qenë kështu, pse pas ke marrë mërena më zotëri nderuar? Tani, meqense jemi këtu, një tjetër moment